Eliona ulet në qendër të dhomës së ndenjes ndërsa disa nga banorët janë rreth saj, duke e dëgjuar me vëmendje. Ajo duket e qetë, por nga toni i zërit kuptohet se është e lodhur nga situatat e fundit. Me një frym të thellë, ajo nis të flasë, Elba thjesht po mundohet të më nxjerrë mua si të keqe, thot Eliona, duke tundur kokën me shgënjim. Ajo po përpiqet të tregoj sikur unë kam një anë tjetër, një anë të fshehtë, por unë s'kam asgjë për të fshehur. Nuk ka ndonjë anë të keqe të unë, sepse çdo gjë që jam, unë e tregoj hapur. Banorët e shikojnë me kujdes ndërsa ajo vazhdon, e prekur nga gjithë drama që ka shpërthyer kohët e fundit. Problem është se Alba është futur në një paranoj totale. Ajo mendon se unë jam kundër saj, se unë po bëj plane, se po e provokoj. Ndërkohë që unë vetëm jam munduar të rri e qetë në këtë shtëpi. Ajo ndalet për një moment, pastaj vazhdon me një ton më të sigurt, s'kam fare nevojë të sajoj apo të bëj lojra. Po flas troç, Alba po sajon gjëra që s'ekzistojnë. Ajo po përpiqet të krijojë një version timin që nuk është real, vetëm për të dukur vetë më mirë. Eliona shtyn flokët mbrapa dhe pshertin lehtë. Në fund të ditës, unë e di kush jam. Nëse Alba don të më nxjerrë si të keqe, është problemi i saj, jo imi. Unë s'kam ndërmend të bie në nivelin e saj. Banorët mbeten të heshtur për disa sekonda, duke e kuptuar se Eliona është sinqerisht e mërzitur, por edhe e vendosur të mos lejoj askënd t'i njollos karakterin.